Kryeministri hungarez Viktor Orban është shprehur se Bashkimi Evropian nuk mund të përballojë financimin e përpjekjeve ushtarake të Ukrainës, pasi ndihma financiare e SBA-s nuk është më e garantuar. Deklarata e tij vjen pasi udhëheqësit e 26 vendeve të Bashkimit Evropian nënshkruan një deklaratë duke shprehur mbështetjen për Ukrainën, por pa Hungarinë. Viktor Orban, një aleat i presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump, i tha radios shtetërore se qeveria e tij do të nisë një konsultim publik të brendshëm sa i takon pranimit të Ukrainës në Bashkimin Evropian në javët e ardhshme. Ai tha se mënyra se si BE-ja dëshiron të mbështesë Ukrainën tani, duke rritur gjithashtu shpenzimet e mbrojtjes të Europës, do ta shkatronte Europën. Është diçka e bukur të ndihmosh dhe ukrainasit ka nevojë për ndihmë, por ne nuk mund t'i ndihmojmë nëse shkatrohemi ndërkohë. Sipas mendimit tim, antarësimi i Ukrainës në BE sot do të thotë se Europa do të rënohej, bashkë me të edhe ekonomia hungareze. Udhëheqësit evropian të njëjtë mbështetën planet për të shpenzuar më shumë për mbrojtjen dhe për të vazhduar të qëndrojnë pranë Ukrainës, por Orban, i cili ka refuzuar të dërgojë armë në Ukrainë që nga fillimi i luftës dhe ka mbajtur marrëdhënie të ngushta me Moskën, tha se në vend që të zgjatet lufta, Europa duhet të mbështesë bisedimet e paqes të Donald Trump.